paragjykimet më të mëdhajet, unë për veti personalisht, i kam pa tek burrat ose tek djemt, sepse që nga mosha duke rasti jem personal, unë në atë kohë kam shkrujt ka pak poezi dhe kam shkrujt poezi dashuris, paragjykimi i parë kanë se si mundet një djalë me shkru poezi për dashuri, dhe të kanë një paragjykim, për ka nëherë, si qëta profa, paragjykimi për lidhet edhe me urrejtjen, sepse edhe me një farë gjelozie. Sepse është një vije hollë që ndam paragjykimin me gjelozin, se tha, kur ndërtojnë shtëpia një katë, dhe a i këshyrë 3 katë, kjo është tani ka lënë një farë gjelozie, e një gjelozia ka lënë një farë smundje. Por faktikisht janë... Që po ta ndërpres, po vetëm ta ftojmë edhe tëftuarin tjetër, zotin Skender Thaqin, mirë se erdhët në Djela Vlen. Ku po ndjeni rahat, do shta në atë pjesën andej? Ku të doni? Njëtë masir, veç u pozicionuar. Mirë se erdhe, zotin Skender Thaqi, zyrtar për kulturë në komunën e Graçanicës. Knaqësi që ju kemi, besoj që do të kyqeni tani në bisedë, sepse janë ndërpreva Rudit fjallën. Më falë. Zakonisht paragjykimet vijnë prej mendjeve të cekura, njerëzit kur s'kan informacion dhe s'kan fakte për të tjerët, kur njerëzit nuk i njohin, por vjen edhe një fatkeqësi është që vjen edhe nga frika. Se shumë herë njerëzit paragjykojnë për me mbrojt diçka. Shpesh e njerëzit të punësuar dhe për me mbrojt ka njëherë vendin e punës dhe ata e mendojnë se rrezik frigen, se po rrezikohen nga njëherë dhe si shembull nëse marrëm në vendin e punës, ata fillojnë me i paragjyku të tjere. Për shembull, unë gjithmonë në shembull për marrë vetëm për mos me i paragjyku të tjerët, unë jam paragjyku për shembull për shkak mjekrës që e maj, ka dhe paragjykimet të ndryshme, po fatkeqësia nuk vjen vetëm paragjykime si që quajnë paragjykimet prej njerëzve që janë të pashkolluar, të parësimuar. Vine edhe prej disa profesorëve që kine për shkolla që janë paragjykues, që nga cikli i ullt. Kjo është edhe një lloj kulture, sepse të na është një lloj kulture. Unë nuk pajtona me folsin që tha paragjykues janë shqiptarët më shumë. Po na me të vërtetë njohim kulturën shqiptare më shumë edhe për ata i specifikojna edhe i kena të piksuara më shumë që shqiptarët janë paragjykues. Janë edhe komësit e tjera... Në përvojës në përbot. Po edhe qëto është problemi më i madh, sepse shpesh na njohim një individ dhe paragjykojmë dhe kthehemi në të përgjithshme. Sepse përvojat tona jetësore kanë herë marrëm nga një individ, duke njohur një, duke i paragjykuar të gjithë. Sepse këto ndodhen e ke vrejtë në debatit televizive. Po, por Ballkani si mentalitet është gjithmonë pak më e theksuar. Edhe këto e kemi na një paragjykim. Shkaktarëve të paragjykimit. Po dhe na kena një paragjykim, sepse e ke vrejtë të shqiptarë, thëmë shqiptarë gjangëzet, shqiptarë problema, shqiptarët merren me krime. Këto ma shumë janë paragjykime, se sa që janë... Ka diçka të vërtet. Ka të vërtet që merren, po jo... Na duhet me kritiku vetëm ma shumë se sa të tjerët neve. Me na pas marë se shembull individet, kolegi janë fjallë këtu, panelisa, ishtë dashtë mos më konë ambasadore. Si rezultati paragjykimeve tjerve për ne shqiptarët. Se shqiptarët në gazetat uja i kitë veç të pjesa e fundit, të pjesa e zezë.